Andaj është shumë i rëndësishëm që e cekim na shumë shpesh këtë trikëndshën didaktik. Bashkëpunimi mes shkollës, domthonë mësimdhënësve, prindërve edhe nxënësit, ky është qelësi i suksesit. Sepse prandaj shkollat kanë shumë nevojë me pas secila shkollë me pas psikolog. Nuk do të thotë që të shkosh tek zyra e psikologut por shkon sepse si e mirë. Përkundrazi, edhe ai që ndihet shumë mirë, ndoshta do të pas një bisedë me psikologun. Fëmijët tonë nuk mundna me thonë që do të secili me trajtu sepse ka atku të adoleshencës apo të pubertetit të tash me trajtu gjithçka me sjell në favor tyne, gjithçka me bë siç thonë ata, gjithçka me bën në atë kuptimin të sjell bota rreth fëmijët. Nuk mundna në këtë formë vepru. Po është e rëndësishme që të pas rregullat e qarta, rregullat të drejta dhe të sakta, por gjithmonë çka do të flasim me pas mesçarim. Jo vetëm nëse është i padurueshëm sjellja e tij, me mbyll sikur me mbyll sikur çështje mos me e dëgju, po thjesht nëse duhet me diskutu, më jap rregulla, më jap këshilla, po gjithmonë me sqarim.